online, vërline, tërline, motline, kur gjëheq, s'ka. E tash ka dalë këtë e kundërta. Tash ndonë sa të shkojnë shkollë për me njoftu se cila prindi numër 1, cila prindi numër 2. Pse me bo këtë acarin të marrëdhënieve, këtë ndaljes në mes të dy prindërve, pa ata në ka prind numër 1, numër 2. Kus kemi shku po pregadit, pse kemi ditë çfarë emisioni kena pranu me ushtruhe, me e marë. A i ka qenë emision shumë i shajtë. Sot në zonësat e mi janë martuhe, kanë fëmije, nuk i njofi kom harru, po kom takojnë, marën në ngryk, më falenderojnë për punën e ma hershme të dikushme që e kom bo me ta. Shërmeq, jam këto me një zotëri i cili ton jetën ti ja ka kushtu ditarit. E kur ja kushtën dikush jetën dituris edhe fëmive edhe njerëzve tjerë me dhanë dituri, janë mësusri tanë që na gjithherë ju përkulimi atyre, sepse falë tyre na jena këtu ku jena sot. Përshëndetje, Bac. Përshëndetje dhe juve. Ju jeni? Ju në quëm Ale Krasnici, për ndryshe pensionist, që një 15 vite kam dalë pension. Ke punu si profesor? Kom punu në arsim, më spari kom punu në klasë e ulta, më ndaj në klasët më të nalta deri në 8-ën, ma vo një marë me përkthime Shqip-Serbisht dhe Arnasiltas. Cilësia mësimore, sot edhe atëherë, qka? Pyetja shumë me ven edhe këtë pyetje do të me parashtrua vazhdimisht, mos me harru kur, se këto a thelbi i arsimimit. Shteti do të ketë bazamentet e veta, shëndetësia, arsimi, siguria. Në arsimi po qalën. Në arsimin e kam bo tash me këto shprehje të reja që s'kan kur farë kuptimi, kur farë do me thonje performancë, kolikull, pësim dhanje, mësim dhanje, qka janë këto? Qka janë këto? Pse më janë ndryshu kuptimin e shprehjeve pedagogjike të ma parshme, të ma hershme. Kur ato kanë qenë tamam me kuptim plot, me kuptim të vërtet, me kuptim do me thënës praktik, e tash ka dalë këtë e kundërta. Tash ndonë sa të shkojnë shkollë për me njoftu se cila prindi numër 1, cila prindi numër 2. Pse me bo këtë acarin të marrëdhënieve, këtë ndaljes në mes të dy prindërve, pa ata në ka prind numër 1, numër 2. Pa qenë dytë, e fëmijë nuk dhe si trashëgim me prodhimi tyre. Do dytë marrin pjesë. Pse thashtë me bo një farë muri, një farë ndalese emocionale, psikologjike në mes të prindit 1 dhe prindit 2, ose mes nanës edhe babës. Kjo është ardhën, kjo mendim është i ardhën për Evropës, për Partisë Evropiane, që e kanë të resu këmë ditë ka, e kjo nuk ka kur farë dëmëtonë. A ka që kjo mendim për me dëmtua dhe e ka zbe cilësi mësimore? Po, kjo e ka zbe dhe e ka dëmtua në esencë, në temel, në thelb, cilësi mësimore, pse fëmijët ashti e ngarkon edhe me ndonë. Unë se pas në ditë dhe sot, që njëni fëmi, njëni prind ka me numër 1, tjetëri me numër 2. Qyshën, ku me ditë ashtë, pse kështu? Bon logik dialog a i me vetë vetë, në ato emocionet e tina, pse më rëkështu, ose pas në ditë. Kjo shumë gabim, kjo shumë keq. Nuk dohet me morën gjithë qka të servën Evropa. O vla nuk banë. Ty me reanalizohen, nëse on diçka e mirë, mos e harro me registrueshe në ojë zbatohen jetë. Nëse ta servon, nuk ka on shkatrin, dekadencë, hodhe poshtë, shkile, hupe. A ka njerëz adekuat në Ministri të Arsimit që e bajnë cilësi mësimore ose e zbatojnë një plan që na servihet nga njerëzit tjerë? Bashkë ata që punojnë që aty, bashkë ata e kanë gabimin kryesor. Pse? Ata mas pari nuk e kanë fakultetin përkatës gjedës të dedikuar për këtë çështje. Por e kanë në emën të partisë e kanë shti, hajde ti se ti bën për këto. Ai s'ka lidhje me atë punë hiç, edhe rezultati del tani ka poshtë, online, vërline, tërline, motline, kur gjëheq, s'ka kur gjë, nuk din kur gjëheq, mërë me men tabelën e shëmzimit, 2 herë 25, ose 3 herë 44, sa bojnë me telefon, ja, që për veti mamin.
qysh me për veti momin, pa na kena punu atëherë, kus kemi shku po pregadit. Pse kemi ditë çfarë emisioni kena pranu me ushtruhe, me e marë. A i ka qenë emision shumë i shajtë. Sot në zonësat e mi janë martuhe, kanë fëmije, nuk i njofi kom harru, po kom takojnë, marën ngryk, më falenderojnë për punën e ma hershme të dikushme që e kom bo me ta. Pse e kom bo me ljus zemë, se kom bo pa hile, pa sherë, pa pages materiale. Mirë po, sot ata din. A është sot parja zgjidhje për mësim? Nuk është parja, as ka qenë, as kur s'ka me qenë parja zgjidhje për mësim. Zgjidhje për mësim është dashërien të arsimit, motivi, ato ti që ka e donë me punu, qeja ka bereqet, qeja ka sukses, qeja ka do me thonë një njetë. E pa që ta do të me kry. Ta është për krynë, bëllë master, tërt master, është di kur gjejës. Tabelin është në mëzimit nuk e di. Qka qujnë emën, bjemën nuk e di, në raset e emënit nuk e di, gjonat ma thjeshta, ma karakteristike nuk e njef. A është puna, a ka ardhë koha që njerëzit tash në kohën e fundit nuk po lexojnë e ma shumë po përdorin teknologji? Po, teknologjia sa është e mirë, nëse zbatohet në kohë kur dohet, në momentin e dorë, në situatën e dorë, e ka një farë. Mirë po, në të kundërtën, nëse përdor shumë, janë i shembull fëmijët, nuk hanë fëmijë u bukë, pa u shoqëru, tërkohen e ushqimit sa hanë zbashku me telefonin, plus edhe e prek. Jo bëj pyetje fëmijëve të vogël, kom një rast, thëmë për ti përdore telefonin ven lugë, pra futë në gjellë, që ti s'pë ndash bejtina. Mja hjek telefonin që kemi mja hjek një dorë janë një sy. Aja shumë keq është. Telefonin do të me përdorën 15 dhe 25 minuta eventualisht, hiç që pejdore. Sa i ka rezatim alfa, beta, gama, të në të këshijet i kom ta. Çka do të me ba si prindrit përgjithësi, ne si prindur, për me pas një cilësi arsimore të shnosh? Prindri do të vazhdimisht me qenë nën kujdesin, me pas fëmijën nën përcjellje. Çka ka mësu sot? Cilën teme ka mësu? Kur nuk e ka qartë, ti e pyet, e kontrollon, ja spjegon, po jo më spjegu me termine vulgare të mëdha, me përdor terme që ai si kupton akoma edhe ma hiç. Ai misë është i hupt. Edhe ti ai humbët krejt. Ku më trej mas më Çka do të me pas një mësues ose një profesor ose një arsimtar për me pas një cilësi mësimore edukate? Edhe një jetë ishte me thonën, për para i kemi torturu ka pak në atë kuptimin sa me i koncentru në mësim. Ja këna ngre pak veshin, pak flokën, dënimi ka qenë në qurri në kom 15 minuta, eventualisht gjysore, me një qëllim me eduku. Ta shte nuk mundesh ato me abo. Vjen prindi i thot, ma ke raf djallin, po për të mirën djallit tonën ne kom raf. So në më i me abo rafsh, me thonë shumë mirë, a i s'di kur gjo. E vërtet. A i s'di kur gjo, hiq. A ka dalsi mes prindi, mes nxansave dhe profesorit? A ka? A ka dalsi, do me thonë? Dalsi, po, ka ndasi. E që e ndasi kur dërgohet, kur të motë e kundër të ndasis, afrimi e ta katër të në fillojnë ato, fillojnë e suksesi mu arrit. Kur ka mu arrit, kur kina me ra nën që gjendje për me arrit? Po ti vetë sot, e di sa mësusat e kime diploma falc. Gjallin tonë, e që ti në temin, ka me të edukuaj. Ai normalin se ka kryas din parime pedagogjika, psikologjika, se din qka është koeficienti i inteligencës, as kur gjës din se ka diplomën të vleme, aty të edukon djallin. E qysh lip sukses aty? A u kanë legjë, nëse nuk je prind, zguzon mu kanë profesor? Po. Edhe nuk guxon me qenën u thez në shtetë, pse nuk i ndjenja. E vërtet. Nuk i ndjenja dhimbshërije. Qka do me ndodhë, ty thua mirë, ka sështë gajle, a nuk ka sështë?
Tash, a është ajo kundërta? Kretë ato që janë pa fëmijë, po na ju dheqin, po na ju kur... Po, qashtu është. Bile edhe në shërbimin në shtarak, s'mundës atëherë ka qenë, nuk ke mujtën me qenën udhëhec i ushtarve nëse si i martum. Pse aj, kur ka fëmi, aje di sa me ngarku ushtarin. A kur nuk ka fëmi, nuk e di një do këtë sikur një farë fotografia robotit. Ky ngarku sa dushja, ka kufi sa me ngarku. Ora rrymës elektrike me ngarku ma tepër, e qiti valla sklopka. E qetë valla. Valla ra sistemi, s'pa mujna me një vota, dhe valla bjen. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë prindve edhe gjithë profesorët? Për profesorëve mesazh, nëtë me ka krye shkollën gjese për kace, le të ushtrin profesionin që e ka marrë, edhe nëse e donë. Edhe nëse është i përgatitën, edhe nëse lexon literaturë që është në hap me kohën. Ajti bën me lanë arsim. Por, pa punue, inspektorati për arsim e kulturë, e me ardhën inspektori në orë, e me ta kontrolu orën, qysh për mbanë, fund të orës me të dhonën këshillat. Këto i kitë mira, këto i kitë të dopta. Që të dopta, tash një vit, kur të vi, me i përmirësu edhe me i bo krejt mira. A të thëmë diçka bac, unë kam shkuna për shumë shkolla, për fund për ta të tregoj që të sen, kam shkuna për shumë shkolla të Kosovës, një shkollë, ka ra me pa 3 mësuse. 2 janë të martume edhe një është pa martu. Mësusja Hanife, mësusja Lume edhe mësusja Hat. Janë një ndër 3 mësuset, në kretë Kosovë do me thonë, me 3 lures qelë pranvera. Janë taman që e bajnë cilësin në mënyrën e taman quajturit mësuse. Bajnë aktivitete, bajnë gjona që i knaqin edhe fëmijët. Mun ka ndodhe një rast. E kom zbatu metodike në mësimit të rastit. Ka ndodhë diska, ka hini për shemë në klasë, kërë punu në fshat, që një gjarë për atë në fund klasës. Ata fëmija tutën, shtangën, frigohen, që ka me botash. Unë e hinë, thash, ka dale, mos u gotni. A për dini sot që e kini një musafir të vogël? Opa, e ku është? Ata këtë disin që gjarë një aty. Tha që ko është aja të dhe ne e qelë mëse derin ose dritarin edhe e lusmi me nga liru klasin, mësë me nga pengu, se nga këte nuk e pengu në malë kërrin. Nuk shkojnë me pengu. A i ka dole si kur, veç i s'folke. Vërtetën për thëmë, parana heq. A unë e kisha frikt modhe, unë për veti, po ndodhë diçka. E pa dishrushme, diçka e ronë, diçka e keqe. Dur, shkoj, kërër shqiptori, bëtë me ndjes pas, ha brëtha autot në zonët, o kry thashtë si mas miri. Amo një mësuse e cile e ban kacën e kursimeve edhe i mësën fëmijët se qysh dohet me kursy. Ajo është mësuse, për mua është ajo është mësuse, mësusja Lume e ka ba, ajo i ka fëmijën e vetë, edhe ajo e ka ba qëto që fëmija me sot e kanë kacën e kursimeve dhe thoi la ka tha mësusja do të me mush ato. Do të me mush, momentet kër jesë mund, babi, mami nuk kanë budget familjar, atëherë, ty të bjën dërmen se ti i ke siguru, i ke rujt, i ke kursyje, edhe shkën e qelë ka dole atë kacën e vogël, aja është thesari maj madh i lumëtërisë, se edhe din edhe vlerën e dinarit, që pa të punë së në krynë, edhe ke rujt. Ja ku e ke shfrytëzohen të mirën tonë në dobin tonë. Faleminderit shumë, ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjonat e mira i sëllën veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.